Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Tirana Live. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e Fatmir Mediut për ekspertizë të shënimit për shkëlqenin në një shkresë të kohës para shpërthimit në Gërdec. Gjykata ka vendosur që faksi i nisur nga ish-ministri i drejtësisë Aldo Bumçi për ministrin e mbrojtjes së kohës të mbetet si provë në procesin për Gërdecin. Procesi që vazhdon prej disa vitesh do të rini sërish në datën 10 shkurt. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e Fatmir Mediut për ekspertizë kaligrafike të një faksi të paraqitur si provë nga SPAK ku mbi të shkruhet për shkëlqenin. Sipas gjykatës së posaçme nuk mund të kryhet ekspertizë mbi këtë dokument fotokopje, por kjo provë do të jetë pjesë e akteve hetimore të prokurorisë së posaçme. Kërkesa për ekspertizë kaligrafike ishte depozituar në seancën e shkuar nga avokatët e Mediut për procesin e dosjes Gërdeci, të cilët kanë pretenduar se ky dokument është i manipuluar. Ky faks që mban mbi shkrimin për shkëlqenin, djalin e ish-kryeministrit Sali Berisha, është nisur në atë kohë nga ish-ministri i drejtësisë Aldo Bumçi për ministrinë e mbrojtjes. Seanca e radhës u caktua me 10 shkurt. Në orën 12 për t'i lënë kohë edhe avokatëve të Mediut që të njihen me disa akte që janë referuar nga prokurorët, por që nuk janë vënë në dispozicion nga gjykata. Në procesin e Gërdecit, Fatmir Mediu akuzohet për shpërdorimin e tyre, pasi sipas SPAK janë shkelur procedurat e ngritjes së fabrikës së demontimit në Gërdec, pra një zone të banuar, si dhe ato të municioneve. Vetë Mediu i ka kundërshtuar akuzat e ngritura dhe gjetjet e ekspertëve. Gjyqi për Mediun vijon që prej prillit të vitit 2023, rihapja e çështjes ndaj Mediut u vu në lëvizje pas 12 vitesh me iniciativën e familjes Durda, të cilët humbën djalin në shpërthimin e 15 marsit të vitit 2008 në ambientet e ish brigadës së tankeve. Shoa, ose dita botërore e kujtesës kundër holokaustit, shënohet në Tiranë dhe Jeruzalem. Kryeministri Edi Rama flet në forumin ndërkombëtar në Izrael, ndërsa në Tiranë presidenti Begaj kujton kontributin e shqiptarëve në luftën e dytë botërore. Po në këtë ditë në Jeruzalem themelohet dhoma tregtare Shqipëri-Izrael. Shqipëria përkujtoi të martën 6 milion hebrejtë të zhdukur nga nazistët në luftën e dytë botërore. Në ditën ndërkombëtare të holokaustit, presidenti Bajram Begaj bëri thirrje për humanizëm dhe mbrojtje të dinjitetit njerëzor. Dita e kujtesës duhet të shërbejë si një thirrje e ndërgjegjes kolektive për të mbrojtur me humanizëm dhe përgjegjësi të drejtën e të gjithëve për të jetuar me dinjitet dhe në paqe, sepse të gjithë kemi parë pasojat e tmerrshme të urrëties etnike, racore, fetare dhe të antisemitizmit. Ndërsa kryeministri Edi Rama, i cili po vijon vizitën në Izrael, ju drejtua konferencës ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit, ku nënvizoi se qëndrimi i Shqipërisë buron nga vlerat më të thella humane dhe historike të popullit shqiptar. Gjatë periudhës më të errët të historisë europiane, Shqipëria u shndrua në një stret të sigurt për hebrejtë e përndjekur, duke i mbrojtur ata pa dallim në frymën e besës dhe solidaritetit njerëzor, ndërsa ka qenë ndër të parat shtete që ka miratuar një ligj për antisemitizmin. Po në këtë ditë u themelua dhe dhoma e tregtisë shqiptaro-izraelite në Jeruzalem. Pas Izraelit, vlerësimet erdhën dhe në Tiranë. The Jewish people and the state of Israel. Populli hebre dhe shteti i Izraelit do të jenë gjithmonë mirënjohës për guximin tuaj në shpëtimin e hebrejve dhe për zgjedhjen e anës së drejtë të historisë. Ne vlerësojmë thellësisht guximin moral të Shqipërisë edhe sot, dhe vlerësojmë miqësinë dhe udhëheqjen morale të kryeministrit Edi Rama. Edi Rama's friendship. Në ceremoninë përkujtimore, ura që lidh brezat, ministrja për Evropën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali tha se Shqipëria do të jap kontributin e saj në bordin e paqes. Shqipëria ka që dëshmon e ofron botës dhe në këtë format me qëllime fisnike për zgjidhjen e konflikteve të vjetra e të reja. Duke nisur nga Gaza, në një vend e rajon që ka vuajtur shumë nga ekstremizmi, ideologjitë e urrëties, terrorizmi e lufta, e ku paqja e qëndrueshme, pajtimi e rindërtimi duhet të jenë zgjidhja e vetme për izraelitët, palestinezët e të gjithë popujt e lindjes mesme.
Në ceremoninë përkujtimore ishte e pranishme dhe e dërguara e SBA-s në Tiranë Nancy Van Horn, ndërsa në një status në rrjetet sociale, ambasada rikonfirmoi partneritetin me Shqipërinë në luftën kundër antisemitizmit, siç është miratimi i saj vitin e kaluar i praktikave më të mira për parimet e konferencës së Washingtonit mbi artin e konfiskuar nga nazistët, të cilët çojnë përpara drejtësinë dhe kompensimin për pronën kulturore të periudhës së Holokaustit. Në Shqipëri, Vlora ka qenë një nga qytetet që ka pritur ershëm ebrejt dhe i ka mbrojtur ata. Historiatën thonë se ka dëshmi për praninë e ebrejve të parë në Vlorë në shekullin e 16, ndërsa gjatë luftës së dytë botërore, numri i tyre u shtua dhe lidhjet me shqiptarët u forcuan. Një ditë më parë, kryeministri Rama njoftoi ngritje në një muzeu për hebrejt në Vlorë. Bashkëtesa mes shqiptarëve dhe komunitetit hebre është e hershme, duke datuar që prej shekullit të 16. Historiani Skënder Spahiu tregon se në Vlorë funksiononin rreth 60 oxhaqe hebre, një dëshmi e tolerancës, solidaritetit dhe respektit mes dy popujve. Ne kemi disa statistika që bëjnë fjalë që në vitet 1400-1500, ku numri familjeve të tyre deklarohet me oxhak. Dhe kanë qenë rreth 65 oxhak të hebrejve që kanë jetuar në Vlorë mbas viteve 1500. Këto janë disa botime të nxjerra nga arkivat e Stambollit që e dëshmojnë të komunitet që ka jetuar në Vlorë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë, jo vetëm në Vlorë, por që ka patur një lidhje integrale me popullsinë vendase. Këtë 27 janar, dita ndërkombëtare për kujtimin e Holokaustit, ky raport merr një rëndësi të veçantë, duke kujtuar jo vetëm vuajtjet e hebrejve, por edhe rolin unik të shqiptarëve në shpëtimin e jetëve gjatë luftës së dytë botërore. Gjatë luftës së dytë botërore, hebrejt janë strehuar në Shqipëri, kanë gjetur mbështetje nga qeveria shqiptare e kohës, janë mbështetur nga popullsia vendase dhe ne kemi statistika ku janë arrestuar në 43, fund viteve 43-44, shqiptarë dhe shqiptare të internuar në kampet e përqendrimit në Auschwitz, në Dachau, në Mauthausen e të tjera kampe përqendrimi, ku çuditërisht në to nuk bënte pjesë asnjë pjesëtar i këtyre familjeve të hebrejve. Lidhja mes dy popujve vijon edhe sot si një shembull unik i bashkëtesës dhe solidaritetit. Ardhja e hebrejve është një element i rëndësishëm në zhvillimet civile, në zhvillimet e kulturës së vendit tonë, të qytetit të Vlorës, dhe ata kanë bashkëtuar me shqiptarët, janë integruar në gjuhën shqipe, integruar në mënyrën e traditave tona të veshjes, të ushqimit e të tjera, dhe numri i tyre ka ardhur në arritje. Ata kanë qenë më shumë se sa kanë ardhur nga lufta e dytë botërore, mbasi u larguan në vitet 90. Kjo dëshmon që Shqipëria dhe shqiptarët, Vlora dhe vlonjatët i kanë mirëpritur, i kanë strehuar, i kanë ruajtur, nuk i kanë deklaruar këtë komunitet të vendosur në qytetin e Vlorës. Historia e bashkëtesës mes shqiptarëve dhe popullit hebre tregoi edhe një herë tjetër se solidariteti triumfon mbi urrëtitjen. Kreu i Partisë Demokratike ka marrë pjesë në mbledhjen e grupit të djathtë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në një video pas takimit, ai thotë se në këtë mbledhje ku në fokus ka qenë qëndrimi i të djathtëve ndaj çështjes së seksit të tretë, Berisha i ka ftuar ata të vinë dhe të shohin se si qeveria Rama po investon këtë ide në kokën e brezit të ri dhe në shkolla, dhe i ka ftuar të shohin me sytë e tyre se çfarë po ndodh në Shqipëri, të cilën ai e ka cilësuar si një republikë të George Soros. Berisha gjithashtu ka folur sërish në Strasburg për Rama Dura. U deshën 24 orë për të zbuluar sepse shkoi me urgjencë në Strasburg, në të njëjtën kohë kur të martën opozitarizmi në Tiranë udhëhiqte Gazmend Bardhi. Berisha i shpalli luftë në parlamentin e partive europiane seksit të tretë, edhe pse nuk e fsheu dëshpërimin se mes partive si motra të djathta, jo të gjithë ishin dakord me doktorin. Debatet për këtë çështje natyrisht nuk ishin të njëjta, por në tërësi u shprehen rezerva shumë të mëdha për raportin, i cili në një farë mënyrë kërkon të legjitimonte terapinë konvertuese ndaj fëmijëve për ndryshim gjinie. Ftova të pranishme të vinë në Shqipëri të shohin pasojat e rënda të transformimit të vendit të Shqipërisë në Republikën e George Soros apo në kopshtin e lulëzuar të këtij të fundit.
Kurse lufta e dytë ishte për narkoshtetin, Berisha në anglisht u foli në Strasburg për Ramaduron, beson se europianët e morën vesh. Paraqita para audiencës rrezikun e madh që përfaqëson narkoshteti shqiptar me krye Edi Ramën apo si quhet tashmë rëndom Ramadur apo Noriega i Europës për sigurinë e vendeve të rajonit dhe vendeve të Europës. Mirëkuptimi ishte i plot nga audienca. Por kjo fjalë e doktorit erdhi sërish nga holli i Këshillit të Europës. Aty ka vetëm një karike për opozitën dhe ajo ishte rezervuar me ftesë vetëm për Albana Vokshin. Kur vjen puna te kariket, ato i zë doktori edhe pa ftesë, ndërsa Vokshit i duhet të filmojë më mirë në korridor. Sondazhi javor i ABC News tregon një tkurje të pjesës votuesve që nuk preferojnë partitë e mëdha. Qoftë Partia Socialiste, qoftë edhe ajo demokratike, rrisin kuotat e tyre, por ndërsa Partia e Berishës luante thuajse në kuota të njëjta, socialistët sot preferojnë nga gati 49% e qytetarëve. Shumica e shqiptarëve refuzojnë protestat e dhunshme të stilit të së shtunës, ndërsa mbi 65% e të anketuarve përkrajnë antarësimin e Shqipërisë në bordin e paqes të presidentit Trump. Rama apo Berisha, kush është më afër Trump? Pas ftesës së Trump për bordin e paqes, shumica e shqiptarëve nuk i besojnë më nofkave dhe skenareve imagjinare për rrëmbimin e kryeministrit. 53% e vullosin si fundin e tezës Ramaduro nga opozita, kurse vetëm gjysma e mbështetësve të Berishës i besojnë ende parullës. Asgjë nuk e shpëton Edi Ramën. 35% e qytetarëve e kanë parë ftesën e Trump përtej preferencave personale dhe si shenjë raporteve të mira mes qeverive Washington-Tiran. Në shumicë dërmuese, miratimin e ftesës së Trump nga Rama konsiderohet veprim i dur nga 67.4% e qytetarëve. 25.4% mendojnë se duhej një debat kombëtar para miratimit me urgjencë në parlament, kurse vetëm 7.2% e elektoratit djathtë thonë se duhej refuzuar. Një sinjal ky se pjesa më militante e Partisë Demokratike është zgënjur nga rikthimi Donald Trump si mik i Edi Ramës. Por kjo javë ka shënuar gjithashtu një ngritje të kuotave të qeverisë. Partia Socialiste ka regjistruar rritjen e dytë në mbështetje prej 11 majit, nga 47.1% në 48.5%, kurse Partia Demokratike këtë javë, pasi votoi pro Ramës për antar në bordin e paqes së Trump, mbajti dhe një protestë të dhunshme kombëtare. Një protestë që mbështetet nga 33% të anketuarve, për arsyen pse u thirr, por vetëm nga 12% për dhunën e saj. Shumica e të anketuarve, 55.7%, e refuzojnë atë, dhe thuajse ka qytetar, 50.6%, mendojnë se dhuna është mënyra e vetme se si vepron Berisha. Vetëm 21.3% apo demokratët, të cilët kanë 13 vite në opozit, besojnë se kjo është rruga e dur, por një numër qytetarësh më i lartë se demokratët, 28.1% e shohin si një furtunë në gotë, pasi në fund nuk jep asnjë rezultat. Megjithatë, Sali Berisha dhe protesta e dhunshme e ngjitën Partinë Demokratike me 1.4% brenda javës, nga 25.3% në 26.7%, ose më saktë, suksesi i protestës duket rritja e polarizimit dhe numri i hezituesve ulet dhe rriten dy partitë e vjetra. Duket se ndjeshëm këto javë, po bie edhe shpresa e shqiptarëve për një parti të re. 2 javë më parë, kjo shpresë ishte 25.6%, sot është 20%. Mirë, kam kënaqësi që me mua në studio të bashkohet gazetari dhe analisti i njohur i zhvillimeve politike, zoti Frok Çupi. Zoti Çupi, mirëmbrëma. Kënaqësi që je me mua në Tirana Live. Mirëmbrëma, faleminderit edhe për mua. Zoti Çupi, kryeministri Rama vijon vizitën në Izrael, ndërsa dje Rama ka folur në Knesetin izraelit, ku në fakt ju rezervuaj njëjti vend siç u rezervua presidentit amerikan, Donald Trump. Nga ana tjetër sot Rama mbajti dhe një fjalim në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit. Por çfarë tregon kjo vizitë historike e kryeministrit shqiptar në Izrael? E thatë mirë që ishte në të njëjtin vend ku ka folur para pak kohësh vetë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili tashmë është dalluar si kujdestari i paqes në atë rajon dhe jo vetëm në atë rajon. Po është në atë vend për shkak të disa arsyeve. Për shkak të arsyes se Edi Rama flet atje si një shqiptar dhe si një europian. Si një europian do të thotë që ka mesazh për botën
se perëndimi nuk është i ndarë për gjysëm, nuk është në konflikt me vetë. Çfarë po trumbetohet me entuziazëm të madh në për një botë të errët, në për një botë të pandershme. Para e dyta është ftuar atje si një nga politikanët e Europës të cilit nuk i përplasen interesat e ditës. Praktikisht është Edi Rama, si kryeministri i Shqipërisë dhe si një europianist shumë i shquar. Nuk ka interesat e tarifave, nuk ka interesat e zënkave, nuk ka interesat e tjera. Çfarë në një pjesë të liderëve të Europës vret nervozizëm për arsye të punëve të ditës. Është një europianist i shliruar prej këtyre në këtë rast. E treta është një simbol, vjen nga një vend simbol ku ndasit fetare, edhe pse kanë pasur bashkëtesë të gjatë të gjitha besimet fetare. Prapë se prapë janë shquar për këtë harmoni dhe ky model eksportohet tashmon në atë vend që quhet Rip i Gazës, në atë vend që quhet Izrael dhe tjerë për të manifestuar këtë lloj paqe. Shkon Edi Rama në vend të Donald Trump. Për arsye se është edhe një gjë tjetër, jo vetëm Donald Trump. Është një gjë tjetër çfarë i dëshmon botës se më në fund ja ku kemi dhe një udhëheqës të një europianist të dalluar në këtë gjë që brenda familjes së tij ka një përbërje të tillë, ka një kompozim me disa prej këtyre besimeve fetare. Vjen një përfaqësues që është shumë e rëndësishme, përfaqësues i një kombi që ka ruajtur vlerat e paqes dhe ka ruajtur vlerat e hebrejve në luftën më të egër që ka njohur njerëzimi, që ishte ajo lufta e nazizmit gjatë viteve 43, 41, 44. Dhe më në fund është një njohës i mirë, jo vetëm njohës i mirë, po është një udhëheqës i këtyre anëve, si thuaç, kësaj pjese të Europës, që përfaqëson një kom që e ka hequr mbi kurrizin e vetë, dhe që ka hequr në vragët e veta, dhunën, ka hequr konfliktet, i ka hequr dhe tani vjen si një stabilizues të vendit. Dhe ajo çfarë arrihet, çfarë thatë shumë mirë për arsye se në të njëjtin vend me Donald Trump, i dërguari i dytë pas Trump, domethënë ato. Arriti këtë sukses, arriti suksesin që të krijojë një pol tjetër në këtë hapësirë botërore, një pol tjetër të negociatash, një pol tjetër të bashkëekzistencës, një pol tjetër i cili është një i dytë pas Ankaras. Domethënë mendo që në parlamentin e Izraelit, Edi Rama foli me nota të larta për polin Stamboll, për polin Erdogan, i cili është gjithkohës në aktivitet për të shkojtur konfliktet, dhe më në fund, vendi konflikteve Gaza dhe Izraelis, dhe mos Izraeli, u instaluan si pole të bashkëbisedimeve të ardhshme për të arritur paqen. Por, ama zoti Çupi, nga ana tjetër, Berisha me regjit të Albana Vokshit u shfaq në një video në sallë bosh apo në korridoret e sallës në Strasburg, ku fliste anglisht edhe për tezën e Ramaduros. Por, a thoni se kanë kuptuar europianët? Që europianët realisht e kanë të vështirë të kuptojnë atë gjuhë. Edhe kur ju tregon, vitet të shkuara, kur Sali Berisha ushtronte dhunë në Shqipëri, përveç arsyeve politike që shumë njerëz nuk ishin të interesuar të kuptonin fatin e keq shqiptar. Por edhe për arsye shumë profesionale dhe për arsye shumë private, psikologjike, ata e kanë shumë të vështirë të kuptojnë se si një president i vendit, një kryeministri i vendit vret kombin e vet. Është i vetmi i rrallë. Ndërsa kësaj here, shiko, disi mu duk si dikur kur zbrisnin fshatarët në Tiranë, edhe dilnin në fotografitë e fotostudio Skënderbeu, edhe dilnin fotografi në sfondin e një ariu, që një pikturë të ariut, dhe shkonin shisnin mend katun që shiko kam dalë fotografi duke përqafuar ariun dhe së më bëri gjë. Kjo është çuditshme, se pikërisht ashtu ishte se shiko Saliu mashtron këtu
shpif këtu, po nuk i del. Thot, do shkoj dhe në Strasburg, edhe që atje të shpif dhe ca, që të më kuptojnë më shumë. Po kjo është, kjo është, si me thënë, flaka fundit e kandilit Saliut. Dhe gjitha qendjet, jo vetëm njerëzore, edhe të tjerat, ka një ditë të fundit, një vdekje politike, një vdekje organike të tjera, dhe askush nuk e bën këtë gjë në mënyrë të turshme që të ketë harxhuar çdo flak morale ditën e fundit, ndërsa Saliu e bën. Berisha e konsiderojnë qeverisjen e Ramës si narkoshtet, kryeministrin Ramadura apo Noriega, por zoti Çupi dikush me të drejtë ndoshta do bënte një pyetje që pse atëherë presidenti Trump fton Ramën, madje të gjithë europianët jo vetëm që ulen me Ramën në tryezë, por janë bërë edhe 2 samite europiane në Shqipëri. Çfarë shteti kishte ndërtuar Berisha më parë që me ardhjen e Ramës në pushtet u shkatrua gjithçka? Është interesante vërtet për ta parë në këtë sy që keni parë ju. E keni parë si një, do me thënë, pse Donald Trump fton Edi Ramën, kurse ka as shok, kurse as ka mbaruar shkollën bashk, as flasin të njëjtin gjuhë native. Do të thotë, nuk flasin as, nuk janë miq të hershëm, po janë miq të kësaj bote, të botës re. Edhe është interesante se Donald Trump, i cili është në përpjekje, siç është gjithmonë perëndimi në përpjekje për të krijuar prosperitet, për të krijuar paqe, për të krijuar të mirën, është për arsye se e mira në këtë botë është fitimtare dhe është dominante. Ndryshe, nëse nuk do të ishte dominante e mira, paqja, bashkëpunimi, ndihma ndaj njeriut, mosvrasja e njeriut, mosvrasja nga shteti i qytetarëve të vet. Atëherë sigurisht po të kishte sunduar ajo botë, nuk do të kishim as Donald Trump, nuk do të kishim as Edi Rama, nuk do të kishim as Amerikë, nuk do të kishim vetëm llojin Berisha i cili do të ftonte vetveten. S'kishte se si, do ishte bota e zbrazët nga gjithë mirësia, edhe këtu tani do dilte Saliu, i cili do ftonte vetveten në Amerikë, pastaj në Strasburg, pastaj në Tiranë. Në fakt dhe në Strasburg u ftua Albana Vokshi, jo Saliu. Po Saliu i zuri vendin. Po Saliu është mizogjen. Dhe mizogjenët e urrejnë femrën edhe nuk e duan ta kenë aty në krye. Dhe kjo thjesht i bën hije. Dhe jo vetëm kjo arsye. Shiko, Saliu thash, ka shkuar për të përqafuar Ariun në fotografinë e Këshillit të Evropës, pa nuk është i vërtet. Sipas sondazhit, zëri i shqiptarëve i publikuar këtu në ABC News, zoti Çupi, më shumë se 55% e njerëzve nuk mbështesin as dhunën dhe as arsyet e protestës së Berishës. Por atëherë, pse në çdo protestë të tillë duket sikur ka një skenar të njëjtë. Shohim Berishën sa herë mbaron fjalimin dhe valvit flamurin shqiptar, atëherë në atë moment i idhen molotov drejt kryeministrisë, apo edhe fishek zjarët kinez. Shfaqen gjithashtu edhe aktet e dhunës. Por, zoti Çupi, çfarë do të tregoj Berisha me këtë stil proteste? Mos ndoshta do të tregoj që ai ka ende fuqi për të destabilizuar vendin, apo ka ndoshta diçka më tepër se kaq? Kjo luftë simboliste e Sali Berishës është që prej ditës së parë, që prej fillimit asaj që quhet lëvizje demokratike. Jam i sigurt që njeriu i zakonshëm Mahnit ndoshta dhe e votoi Sali Berishën, për arsye se pa një gjë që s'ishte parë në botë, domethënë të shklyej tjetri me flamuj dhe me dy gishta, të nxirrte syt njeriu të tjerë me shenja, dhe pastaj u duk sikur kjo që demokraci. Realisht Saliu e ka në natyrën e vetë, që për shembull me flamurin ka dhënë sinjalin që fillojnë armët. Ajo fillojnë luftën, dhe iku pastaj vetë. Po njëjtin gjë ka bërë, prandaj sot Sali Berisha thot gjithkohës se gjejeni kur e kam dhënë urdhrin unë për të vrarë njerëz. Nuk gjendet ai urdhër. S'ka për të gjetur kurrë, sepse është vetëm urdhri i tij. Dhe ky gjithkohës i ka dhënë urdhrat me shenja. O me një vetull, o me një gisht, o me një fjalë në zë, ose me një shërbëtor që ka aty afër shkoli thonit
ta kapin Remzi Hoxhën, shkoni thoni ta vrasin Aliukën, shkoni thoni të sulmojnë Vlorën, e dogji urdhrat që kishte dhënë për sulmuar Vlorën. E dogji urdhrat që kishte dhënë Burqizës për të mbushur makinat me militantë që të luftonin në Vlorë dhe në Gjirokastër. Dhe edhe nëse ja ka dhënë dikujt tjetri, domethënë ka lëvizur flamurin. Kjo është e rrezikshme, por është një atavizëm që tash se merr njëri për Zoti Çupi, edhe një pyetje të fundit, por nëse mundesh një përgjigje brenda një minute. Çfarë mendoni ju? Pse gjykata kushtetuese shtyu vendimin për numrin 2 të qeverisë, zonin Ballu? Shkon në mënyrë shumë koncize, vërtet, për në mënyrë shumë parimore për drejtësinë, e shikoj edhe gjykatën kushtetuese dhe si drejtësinë tjetër, e shikoj që po kërkon t'i marrë hov një gjëje. Do me thënë, Prishtinë thotë se do të marrë hov. Dhe e çuditshme është se drejtësia ka rënë në pozitat që nuk po kërkon drejtësi, po kërkon forcë. Do me thënë, po kërkon pushtet në kuptimin e forcës. Mendoni, e gjithë sistemi i drejtësisë po kërkon pushtet, si duket i pëlqen të ketë pushtetin e institucioneve të tjera të shtetit. Do të thotë forcë, edhe ka një të drejtë, sepse kudo shikon ushtrim force. Ushtrim force në SPAK, ushtrim force në prokuror, ushtrim force në opozit, ushtrim force edhe dhune në PD, ushtrim dhune në familje. Dhe e gjitha kjo i është bërë drejtësisë, i është bërë një lloj vesi që po i kërkon me çdo kusht pushtet, nuk kërkon drejtësi. Sistemi i drejtësisë nuk po kërkon drejtësi. Sistemi i drejtësisë po kërkon forcë dhe dhunë dhe të ndalojë zhvillimin e vendit në mënyrë shumë të parësyeshme. Zoti Çupi, faleminderit. Ishte kënaqësi që ishit me mua në Tirana Live. Faleminderit e tash. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish në program. Mosha mesatare e shqiptarëve ka arritur në 43 vjeç, duke shënuar një plakje të konsiderueshme krahasuar me vitet 90. Sipas Bankës Europiane për Indërtim dhe Zhvillim, kjo ka shtuar kostot e ekonomisë kombëtare jo vetëm për mbështetjen sociale, por edhe për shkak të shkurtimit të forcës punëtore. Shqetësim mbetet edhe emigracioni. Tashmë jashtë Shqipërisë jetojnë mbi 1.9 milion shqiptar, kryesisht në mosha të reja. Emigracioni dhe plakja e popullsisë po kthehen në një sfidë serioze për Shqipërinë. Gjatë prezantimit të raportit të Bersh, guvernatori Gansejko tha se në 3 dekada popullsia është paksuar me 1/3 dhe është plakur duke arritur në 43 vjeç. Popullsia ka ardhur në rënje të vazhdueshme, ndërkohë që mosha mesatare po rritet me shpejtësi. Regjistrimi i popullsisë i vitit 2023 evidenton rreth 2.4 milion banor, afërsisht 1/3 më pak krahasuar me vitin 1990. Ndërkohë mosha mesatare ka arritur pothuajse në 43 vjeç. Sipas raportit, Shqipëria dhe Kosova janë 2 ndër vendet mes ekonomive të Bersh me shkallën më të lartë të emigracionit dhe si shqetësuese përmendet fenomeni i largimit të qytetarëve të arsimuar, që prej vitit 1990 rezulton se Shqipëria ka humbur rreth 40% të popullsisë nga emigracioni dhe Kosova rreth 50%. Kreu i Bankës Qendrore sugjeroi ndërmarrjen e masave për të adresuar këtë problematik. Emigracioni, dikur i konsideruar si faktor lehtësues për papunësinë dhe për varfërinë, po shfaqet gjithnjë më shumë si një sfidë strukturore. Rritja ekonomike e qëndrueshme, nivelet historikisht të ulta të papunësisë dhe mungesat e fuqisë punëtore në sektorët kyç i kanë bërë më të dukshme pasojat afatgjata të ndryshimeve demografike, si për bizneset, ashtu edhe për familjet. Sipas përfaqësuesit të Bersh, plakja e popullsisë ndikon direkt edhe në rritjen ekonomike dhe për këtë duhet që të ndërmerren masa të menjëhershme. I think that there are certainly
Plakja e popullsisë mund t'i heqë rreth 0.6% rritjes vjetore ekonomike, pra nga 4% në 3.6%. Ky është një efekt i menaxhueshëm. Më problematike janë pasojat mbi pensionet dhe shëndetësinë. Zgjidhja më premtuese është rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës të grave dhe të moshuarve, siç ka ndodhur në Japoni dhe vendet nordike. Por kjo është politikë e vështirë për shkak të pensioneve, shëndetit dhe moshës reale të daljes në pension. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka dhënë një financim rekord prej 217 milion eurosh për Shqipërinë gjatë vitit 2025, kryesisht për projekte në sektorin e transportit dhe të energjisë. Një shumë prej 150 milion eurosh ka kaluar në fondin e veçantë për skemën e pensioneve pas rishikimit të buxhetit të vitit të kaluar. Ministri i Financave Petrit Malaj tha në kuvent se rishpërndarja u bë për fondet që nuk janë shpenzuar në buxhet dhe nuk prekin borxhin publik. 150 milion euro fonde nga buxheti i vitit të kaluar do të kalojnë në fondin e veçantë për skemën e pensioneve. Ministri i Financave Petrit Malaj ka prezantuar në kuvent detaje nga akti normativ për ndryshimin e buxhetit të vitit 2025, ndërsa ka theksuar se çdo para që nuk është shpenzuar nga institucionet gjatë vitit të kaluar do të kalojnë në llogarinë e pensioneve. Gjithashtu nëpërmjet këtij akti parashikojmë transferimin e të gjitha fondeve të papërdorura në mbyllje të buxhetit të vitit 2025 në llogarinë e mbështetjes së pensionistëve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që kemi bërë si Ministri e Financave, shuma që minimalisht dhe nënvizoj minimalisht do të kalojë në këtë llogari është rreth 150 milion euro. Përmes këtij mekanizmi ne synojmë që të krijojmë hapësira të qëndrueshme për mbështetjen e kësaj kategorie, por nga ana tjetër pa rrezikuar edhe ekuilibrat fiskal. Kreu i Financave tha se ky akt normativ adreson nevojën e mbështetjes së 148.000 personave, siç janë familjet me ndihmë ekonomike dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuar. Mbështetjen financiare të disa kategorive në nevojë në masën 15.000 lekë, ku kanë qenë rreth 148.500 përfitues që vinë nga familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, si dhe kujdestarët e tyre, me një efekt financiar për buxhetin e shtetit në masën 2.23 miliard lekë. Më shumë fonde janë shtuar edhe për bujqësinë dhe shëndetësinë, si dhe 1.2 miliard lekë shtesë për pushtetin vendor për të shlyer borxhet e prapambetura. Ju ftoj të ndiqni Radio ABC News. Në valët 105 FM Të përditësojeni me zhvillimet më të fundit. në 105 FM. Është ekstraduar nga Zvicra, Jozi Kraja, i akuzuar nga SPAK si pjesëtar i një grupi kriminal. 37 vjeçari dyshohet se ka bashkëpunuar në tentativën për të vrarë vëllezrit Durim dhe Valter Bami, të urdhëruar nga Arben Doka. Ekstradohet nga Zvicra Jozi Kraja, i akuzuar si pjesëtar i grupit kriminal të Arben Dokës. Kraja akuzohet nga gjykata e posaçme se për një periudhë 4 vjeçare ka bashkëpunuar për të arritur vrasjen e dy vëllezërve Valter dhe Durim Bami. 37 vjeçari Kraja në bashkëpunim me persona të tjerë bani në vëzhgim dy vëllezërit për të lokalizuar vendodhjen e tyre. Arben Doka kishte porositur ekzekutimin e dy vëllezërve Bami, të cilët e akuzonte për vrasjen e vëllait të tij Aleksandër Ndoka më 9 dhjetor të vitit 2017 në Lezhë. Në planifikimin e vrasjes për dy vëllezërit Bami janë përfshirë edhe persona të tjerë, mes tyre Ervis Martinaj, Emiliano Shullazi dhe djali i viktimës Samuel Ndoka. Jozi Kraja është vëllai i Gjindojit ose Gjin Boriçit, i vrarë më 8 gusht të vitit 2020. Ky krim, sipas bisedave në Sky SCC të administruara nga SPAK në dosjen Metamorfoza, është shkruar për një borxh 100.000 euro që ndoi kishte Ervis Martinaj, po sipas komunikimeve në Sky, për shkak të këtij borxhi, por edhe të fjalëve që kishte dëgjuar se Gjindoj po bashkëpunonte me Leonard Dukën për vrasjen e tij, Martinaj kishte urdhëruar vrasjen e shkodranit Gjindoj. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Juli Krisafi vjen vetëm pas pak me edicionin qendror të lajmeve. Ju ftoj ta ndiqni.